Mirë, zotrin Naser, tregom, apo e përcjell politikën në vendin tonë, apo e përcjell kuvendin e Kosovës? Se çka po ndodh? Gjithsesi, i këshyrëm turpat, turp Ç'është po duket? Katastrofë, turp, pa turprovëm edhe ne pa turprovëm këtu. Kush po mendon që ka faj? Pa, kanë thonë plesht faji është jetim, për shifet kush ka faj. Këta që kanë marrë ma shumë të vote, këta kanë ma shumë të faj. Se theshin 500.000 vote, 500.000 zemra, do me marrë 500.000 zemra, edhe kur hitën parlament, s'pa mujnë mi marrë votat, pa mundohen me bashkëpunu me minoritetën, nuk dojnë me bashkëpunu me PDK, nuk dojnë me LDK. Dhe me thonë, kjo është katastrofë që ka në të bon. Edhe për jo imponon, si për shonë në televizor, për jo imponon, po thetë, pëse s'pa doni me votu. Po zotri nuk duhen, në qatë person nuk e duhen. Që të dikon tjetër, për ta votuim. Kë mendon se duhet ta propozoj vetëvendosja ndonjë emër tjetër më e lutem? Mu ma mërmenja se ma rrugës kjo në nënkrytarja është ajo Saranda. Saranda Bukujevci. Ku ma përmene Donikën, bre? Mos ma përmene Donikën. Jo, Donikën nuk e përmendi, e përmendi Donikën? Jo, nuk është Donikën. Saranda Bukujevci. Në ndërkohë Saranda Bukujevci ne dim që ka reaguar që një kohë nuk ju kam dukur e denjur për atë kuvend, në ndërkohë tash po kërkojnë që të jetë kryeparlamentare, ke pa këtë reagim? Po, është turp është shkën të bon. Me këmë gullje vetëm ato Haxhiu, ne di mirë që Haxhiu nuk ka punu. Si ministre e drejtësisë nuk ka punu fare. Absolutisht ka punu. Në ndërkohë sot si stafi 10 që të kemi me vendos krejt e emra tjerë, ma zgjidh njërin nga këta emra që kam sot në opcion. Pa kur fardyshimi Ilir Shaqirin. Pse Ilir Shaqirin? Pa kem shumë për me folë për Ilir Shaqirin, i ka këndu Kosovës, i ka këndu ÇKS, i ka këndu popullit shqiptar. Është shumë real, është shumë patriot, shumë real, nuk gënjen, aja thet njët në sy. Edhe pse nuk jam unë i Drenicës, Iliri është i Drenicës, unë jam i Dukagjinit i Klinës, mirë po Ilir Shaqirin është shumë njëri real. Aja thet njët nguj, drejt për drejtin, Ilir Shaqirin nuk anon. Absolutisht nuk anon, nësë një parti nuk anon, kështu i duhet kuvendit, një njeri që nuk anon, edhe me konë partin vetë, kër e ka pa drejt, kër folë dikush, Ilir Shaqiri i thetë ju, nuk është ashtu. Mirë, zotri, faleminderit shumë, në ndërkohë, ju po flisni për Ilir Shaqirin, po mos harrojmë ne njohim vetëm si këngëtar, nuk e dim se çka kishte mujt me dhënë politik.